Uluni në një pozicion të rahatshëm dhe mbyllni butësisht sytë. Relaksoni ballin e juaj, të gjithë fytyrën e juaj. Lërni nufullën të bie pak. Relaksoni trupin e juaj. Filloni duke i kushtuar vëmendje frymëmarrjes tuaj. Dhe duke ndjerë frymëmarrjen se si rrjedh brenda dhe jashtë. Përqendrohuni në atë. Dhe vini ri se si stomaku juaj ngrihet kur merrni frymë dhe bie kur lironi frymëmarrjen tuaj. Lëreni frymëmarrjen tuaj të rrjedhë, qetë dhe natyrshëm. Vini ri se çfarë frike ose shqetësimesh janë të pranishëm në mendimet tuaja. Lëreni të shprehet pa u ndërmuar nga ju. Shikojeni këtë frikë se si rrjedh në qiell dhe shikoni pa ndonjë kuptim emocional. Imagjinoni frikën tuaj në një tullumbas. Ndjeni gravitetin dhe intensitetin e frikës në këtë tullumbas. Me çdo frymë, imagjinoni tullumbasin që ngadalë fiton lartësi dhe largohet. Duke e parë atë dhe bëhet gjithne e më i vogël, derisa të zhduket përfundimisht në horizont. Ndërsa tullumbasi fluturon larg me frikën tuaj, ndjeni supet tuaja se si relaksohen dhe ndjeni një lehtësi të lehtë që po përhapet në tërë trupin tuaj. Ndjeni frikën tuaj gradualisht se si ulet dhe hap rrugën e një ndjenje paqe dhe siguri. Ndjeni paqe dhe siguri brenda jush.
Tani, drejtojeni vëmendjen tuaj në këtë moment. Ndjeni tokën nën këmbët tuaja dhe stabilitetin që ju jep. Merë një frymë thellë dhe thuajani vetës me qetësi: unë jam i sigurt dhe i mbrojtur. Ndjeni këto fjalë në trupin tuaj. Dhe lëreni frikën tuaj të largohet edhe më tej. Merë një kohë për veten dhe falenderoje vetë veten. Dhe kur të jeni gati, lëvizini duart dhe këmbët dhe hapni ngadalë sytë. Sa mirë që po ekziston.